E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar në fakt një ngjarje apo një bisedë që Luizi ka ndarë me DJ Gimbon në verandën e shtëpisë së Big Brotherit. Ai ka folur për raportin që ka me familjarët e Rogertit jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Ju e dini shumë bukur, Rogerti, që në momentin e parë kur Luiz Eili hyri brenda në shtëpi, e quajti në një farë forme seksist, një djalë që merret me shumë vajza, që në jetën e tij të përditshme ndan kohën me vajza, ndan momente me vajza, jeton me vajzat, e tradhton Kiarën etj etj. Dhe më pas se quajti zhulës, që zhulës është një fjalë shumë e rëndë për ta thënë, fjalë nga më të ndryshme, e quajti dhe budall, e quajti dhe psikopat, do të thënë idiot, debil, fjalë që në fakt janë marrë me sekuenca që unë e di që të martën do të dalin në Prime sepse janë bërë shumë virale në TikTok, edhe pse Luizi realisht nuk është banor. Luizi gjatë kohës kur ishte në verandë i pati thënë Gimbos një diçka. Unë tha nuk dua të merrem me Rogertin dhe nuk jap fare mundësin Rogertit, as të merrem, as të merret, jo sepse kam frikë, por tha sepse ne na lidhen diçka jashtë. Daja, tha, dhe një mik, një kushëri e afërt i Rogertit, mua tha më kanë ndihmuar shumë jashtë. Luizi e tregoi këtë gjën. Dhe tha ato janë në siklet të madh, e di tha unë, janë tha në siklet të madh, se çfarë sjellje tha përdor tha ky këtu dhe me çfarë forme tha ka hyrë ky këtu. Në fakt Rogerti Luizi nuk ka hyrë për ta dëmtuar Rogertin, që jashtë shtëpisë së Big Brotherit do me thënë përfliteshte që Luizi do të fuqizoj Rogertin, do t'jetë afër Rogertit, sepse publiku e ka ditur një lidhje që ka patur Luizi me Rogertin, do me thënë një afrimitet. Por çuditërisht Rogerti, si nuk, do me thënë që nuk është një lexues i lojës, ai mund të jetë banor, mund të ketë zërin, por jo lexues i lojës. Lexues i lojës është Kristi. Rogerti, duke mos qenë lexues i lojës, duke mos qenë strateg, më thënë doli krejtësisht nga natyra e tij, doli krejtësisht nga njeriu i tij dhe filloi duke ofenduar, denigruar, poshtërsuar Luizin në maksimum. Unë jam i bindur që familjarët të Rogertit, sidomos këto njerëzit e afër, në momentin që Luizi do të del nga shtëpia, do t'i telefonojnë dhe do t'i kërkojnë falje për gjuhën e tij, nuk e kuptoj pse kaq shumë në fakt Big Brotheri ka rënduar në personalitetin e Rogertit, saqë Rogerti nuk është në gjendje të mendojë se edhe çfarë thot. Do me thënë ka një kthim jashtëzakonisht të ashpër me banorët sikur të gjithë duan ta luftojnë. A thellë kur është vetëm në dhomë tregon një shpirt shumë të mirë. Do të thënë, unë nuk them asnjëherë nuk e kam thënë që njerëzit që bërtasin shumë, që ngren zërin ja njerëz të këqij, përkundrazi ato ka një zemër shumë të mirë. Po nuk e di pse do të thënë Rogerti ka përzgjedhur të tregoj këtë anë të tij. Do të thënë Rogerti dhe Luizi njihen shumë mirë nga jashtë.